që kemi thënë prej fillimit, keq blokada që ka ndodhur 4 dite e fundit nga ana e lëvizjeve vendosur është për faktin që sapo e bë, që ta s'ka numra, sepse ishin 52 që kanë bërë 57, nuk besoj që do të bëhen 61. Unë besoj që ju e merrni proces verbalin, unë ju thash evidentimin proces verbal, që ajo është me rëndësi, sepse nga ky moment, nga momenti që është përfshi deklarimi që dorëheqjet janë individuale dhe u përmenda, është referu edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në rastin e tashmë të ndjerit miku tonë ish kryetarit Kavecit, zoti Çazim Qeska, besoj që situata legale është shumë e qartë. Zotëri ka votë për dikëja, pasi që Haradina i tha që mund ta votojë Saranda Bugojevci ose Shqipe Selimin, a ka për dikëja votë për dikë që mund ta propozojë vetë vendosur? Po votë për qeverinë dhe nga Vedrehonza. Me vedije e bone propozim që s'ka lënë, sepse dihej, e keni ditë edhe ju, keni ditë edhe ne, kemi thonë gjithë që nuk e kanë shumicën parlamentare, ta shojmë, nashta kanë mundësi me bo, se ju e kanë drejtë me bo. Po i dim se cili për nesh nga ona e partisë të parë, me deputet të ndryshëm grupeve, kryesisht minoriteteve, nuk po rezultojnë si duket suksesshëm. Po. Jo, nuk po asnjë kandidat nuk po në lëvizje vendosur që merr votën për. Ai bini që asnjë